qiell, dhe në Zot, atin e gjithë pushteshëm, besoj në Shpirtin Shenjtë, Katolike, shoqërinë e shenjtëve, faljen e mëkateve, bresin dhe jetën e pasosur.
faje tona, si faje mirë kërë kanë, e mos në lërë të vinë të tim, por në lërë nga i keqja.
sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shëjtja Marinë në etën sot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen.
Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Shajtja Marinën Alten sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë i jetës. Amen.
Dhe sigurisht që secili prej nesh bart një lutje të veçantë që dëshiron nëpërmjet reflektimit, meditimit e mbi të gjitha në heshtjen e thellë të zemrës, që besojmë të mjetësisë së Zotës Kuzare, të gjitha ato jetë, lutje apo çfarëdo që bart zemra jote. Prandaj, me këtë ndjenja falënderimin, mundohemi t'i pranojmë mëkatet tona që të mund t'i kremtojmë denjësisht misteret e shenjta. Po e reflektem, të gjithë ata që do ta mbajnë në të rregull si e dërguar Izraelit, paqe e mëshirë. Pas kashit, askush më të mos të më trazoj, sepse unë marrë në trupin tim shenjat e Jezusit. Hiri i Zotit tonë Jesu Krishtit, qoftë me shpirtin tuaj o vëllezër. Amen. Fjala e Zotit.
tim, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe bota ime, në dorën tënde është fati im. Zotin e kam gjithmonë parasysh, mërinë të tjatër nuk kam se si të rëzohem. Ti du të ma tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate. Kënaqje me anshëshme në të tjatën tënde. Kështu do të gjeni pushim për shpirtin tuaj, sepse vërtet sjellja ime është e bara ime e letë. Fjala e Zotit. Lavdi Ky o Krishт. Qoftë lënduar Jezu Krishti. For të dashur vëllezër dhe motra, të gjithë ju apo pjesa normale që keni ndjekur këto ndërmjet në përgatitje për festën e Zorës Rozare, sigurisht që keni ardhur me një shpresë të madhe dhe lutje të pafundme drejt asaj për çfarë zemra juaj në realitet ka nevojë. Por megjithatë, është shumë e rëndësishme që në këtë ecje shpirtërore që kemi vënë, të delë dhe pak qoftë
thirrje dhe bekimi i Zotit në jetën tuaj, por edhe ajo çfarë e pengon në realitet marrëdhënien tuaj, marrëdhënien tonë me Zotin. Ne dim shumë mirë se një nga rrënjët më të këqija dhe të mëkati është krenaria. Dhe në natyrën tonë njerëzore, ne shpeshherë e shfaqim apo deri në parë krenaria jonë e mburjes. Ndoshta mbulemi për jetën tonë personale, ndoshta për familje, ndoshta për fëmijë, e shumë krenari të tjera që mund të jenë. Megjithatë, Shënvari në leximin e parë të letruar e tasve thot një gjë ekzistenciale. Thash Zotit të mos mburen me tjetër sen përveç me kryqin e Zotit tonë Jezu Krishti. Shifri pa vëllezër të motra ka një kontradikt të thellë në vete mes asaj që Shënvari e nxjerr në parë dhe asaj që ne shpeshherë jetojmë. Krenaria jonë shpeshherë apo në shumicën e rasteve është pengesë për ta dashur Krishtin. Është pengesë për ta dashur familjen. Është pengesë për ta dashur njëri tjetrin dhe për ta dashur bashkësinë, për ta dashur kishën. Shënvari thotë mos të mburen me asgjë tjetër përveç me kryqin e Zotit tonë Jezu Krishti. Vëllezër të motra, kryqet që na vijnë në jetën tonë i shohim si një brend të madh. Ndoshta edhe si dënim në Zotin. Ndoshta ne e nxjerrim duke thënë, o Zot, çfarë të keqe ka bërë në jetën time. Kryqet në jetën tonë duken si barë e pashmangshme e përditshmërisë. Dhimbja, sëmundja, vdekja, padrejtësi e shumë ngjarje të tjera bëhen kryqe të rënda në jetën tonë. Prandaj vëllezër të motra, të gjitha këto kryqe duhet ta kuptojmë me kuptimin shpirtëror, duhet të shndërrohen në ura për të vazhduar ecjen tonë me besim, me fe drejt Krishtit. Prandaj duhet ta kuptojmë edhe mirë, nuk është e mjaftueshme vetëm ta prekim kryqin e Krishtit. Nëse ne nuk e prekim me zemrën, Papa Francesku thoshte një fjalë që na mbetet në zemër, nuk mund ta duam Zotin me armiqsi në zemër. Nuk mund ta duam Zotin Rozarin me armiqsi në zemër. Dhe nuk mund të duam askën me armiqsi në zemër. Ja pra, çfarë do të jetë krenaria jonë, vetëm me kryqin e Krishtit, jo si peshë, jo si barë, jo si brend, jo si padrejtësi, por si mundësi për të ecur drejt takimit me Krishtin. E një dëshmi të tillë na jep më mirë se askush tjetër në historinë e njerëzimit dhe në rruzullin toksor, në historinë e saj, Zoja e bekuar. Zoja Rozare ka parë të gjitha padrejtësi, të gjitha vuajtje, të gjitha ato frushkullime kundrejt birit të saj. As nuk ka tu, as nuk ka ne, as nuk ka pretenduar të akmere. Çfarë ka bërë Zoja e bekuar? Ajo ka shestuar në zemrën e saj, i ka shqyrtuar të gjitha ato ngjarje që ka ndodhur kundrejt birit të saj. E mbi të gjitha ka lutur në heshtjen dhe në thellësinë e zemrës së saj. Natyrisht me dhimbje, por ajo nuk është pakmarrë në asnjë moment. Shihni pra vëllezër dhe motra, ne pretendojmë që jemi të drejtë, është po të jemi. Pretendojmë që jemi pa mëkate,
nuk të mëkatnojnë, apo çfarë do tjetër. Prandaj, duhet ta kuptojmë mirë një herë për gjithmonë, se vetëm nëpërmjet figurës së Zojës së bekuar, vetëm nëpërmjet lutjes së Rozares, nëse nuk ka rozare, nuk ka bashkim në familje, nuk ka bashkim në një tjetër, e nuk ka bashkim as në kishë. Sepse rozaria është jeta që i lën të gjithë ata njerëz që besojnë në një mënyrë apo një tjetër, duke u lutur ne bashkohemi shpirtërisht për ta takuar Krishtin nëpërmjet ndërmjetësimit të nënës së tij Zojës së bekuar. Prandaj, vëllezër dhe motra, Ungjilli i ditës së sotme që na paraqet Mateu gjymtar, dëshiroj ta marrë vetëm një rresht, ku Krishti thotë: "E jam tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barës rënë, e unë do t'ju çliroj." Të jeni të sigurt se asgjë dhe askush nuk mund t'ju çlon nga bara e rëndë e jetës. As miku më i mirë, as miqtë më të mirë, e as familja më e mirë në rrezullin tonë sot, e as njerëzit më të pasur të kësaj bote. Vetëm Krishti do të na liron, jo nga bara e rëndë fizike, jo nga bara e gjërave që ne i mendojmë, por do të na liron nga e bara e rëndë shpirtërore që na kanë krijuar nga mëkati dhe të distancuar prej Zotit. Prandaj, vëllezër dhe motra, për të arritur të ky takim me Krishtin, kemi nevojë në të vërtetë që ta shprehim lutjen më të sinqertë të zemrës tonë, duke kërkuar ndërmjetësimin e Zojës Rozare, që të lirohemi një herë mirë prej barës së rëndë të jetës, prej barës së rëndë shpirtërore, e mbi të gjitha kryqin mos ta shohim si peshë, si barë, por si urë për të takuar me Krishtin. Qoftë për duar Jezu Krishti. Amen.
Francesco o Zot të flie eukaristike, e po të lutemi t'i atësor zemra tona për të kremtuar misterin e kryshtit, të cilin me gjithë shpirt e përqafojshëm Francesco në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. I lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin hyjë tonë. Për një mend është me dhejnë e drejtë është detyra jote të burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë kjo Zot atë shenjë, ky i gjithë pushteshëm të jashuar në për Krishtin Zotin tonë. Sepse ti me dëshminë mrekullueshme të shenjteve të tu, e ripërkrin gjithmonë kishën tënde me fuqi të re, kurse neve na jep shenjat e sigurta të dashurisë sate. Shembulli i Shën Franceskut i shkëlqyer dhe ndërmjetësia e tij e vazhdueshme na ndihmon që të plotësohet në ne misteri i shpëtimit. Dhe prandaj edhe ne sot, bashkë me angjëllët të gjithë shenjtërit, po të madhërojmë në të thënë pa pushim. Për të gjithë ata në dritën e fytyrës sate. Po të
i gjithë kushtetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë në nder e lati për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Një mendje në një zemre t'i drejtohemi Atit tonë qiellor, Ati ynë, Që je në qiell, u shenjtro femrët, ardh pretëria jote, u lau mesa jote, si në qiell ashtu në tokë, duket tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajët tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të vimë në tundim, por na liro prej të keqit. na liro po të lutemi o Zot prej të gjitha të qielleve, dhe për mirësinë tënde e paqen e ditët tona, e në saj të mëshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt në çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit. Jo, Zot, je mret, je i gjithë kushtetshëm, je i ndërmjetshëm. O Zot Jezu Krisht, ju ke thënë apostujve të tu, bëjë paqen për paqen time, mos i shiko mëkatet tona, por vjen e kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Jepni në tjetër shenjë e paqes. Amen.
nëpërmjet faqes familjesë në Facebook. Lutos Zotin që në nënësinë e sojës rozare, ta ketë bekimin, ndihmën dhe mbrojtjen e saj, dhe mbrojtjen e Zotit gjithmonë në jetën e tyre. Nesër dihet se që u përluar, i kemi dy mesh është në ratë 9 dhe mesha tjetër në ratë 18 apo në ratë 6 në mbrëmje. Si zakonisht në ditë, nga se gjysë rozare, të rritë më shpërësojës bekuar dhe në ratë 18 mesha në shkë. Të lutemi. Me anë në sakramentin që morëm, lojë Zot i përgjojmë dashurisë të zërit të apostolimit të Shën Franceskut, të ndizemi flakë të dashurit tënde e të veprojmë për shpëtimin e të gjithëve në për Krishtin Zotit tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju veprojë të keqit kushtetshëm Ati miri e Shpirti Shenjtë. Amen. Mesha u krye shkoni e jetoni në pace.